Pyetja më shqetësuese, se këtu ka shumë probleme, po pyetja më shqetësuese është që këtu ka ndodhur një krim shumë i rëndë, por prapë se prapë kanë shumë njerëz që i japin të drejt kriminalit. Në kjo është shqetësuese, se sigurisht e vetëm ai që e vrau dhe të gjithë ta dënonin, do ishim rregull. Problemi i madh shoqëror dhe politik është që ka ndodhur një krim shumë i rëndë, i papranueshëm, dorë gjitha të zezat, dhe prapë ti e shef në rrjetet sociale, që ata njerëz që shuajnë janë bashkëqytetarët tanë, nuk janë shmendur, janë njerëz që si të gjithë ne që përpiqen ta justifikojnë. Dhe unë tani nga përvoja, çfarë di unë nga përvoja në terren, megjithëse unë nuk e njoh shumë për le të themi sistemin gjyqësor, nga përvoja në terren është që nga shqetësimet kryesore që ngren njerëzit janë pikërisht çështjet e pronës dhe të pensioneve, dhe që lidhen me të gjitha hallkat e shtetit, po që në fund fare përplasen te gjykata. Sepse ai thotë, ma kanë ngrënë vitet e pensionit, administrata e pensioneve. Shkoj në gjykat, më vonoj nuk më japin drejtësi. Pra këtu ankesa shumë e gjerë, përfshin disa institucione. Jo, përfshin të shtetit. Pikërisht, të tërë shtetin. Administrata e shtetit duhet t'jap të drejtën ty, pse shkon pikërisht. E dyta, ka jashtëzakonisht shumë njerëz që ankohen për çështjet pronët, për mbivendosje, për mos kthim pronët, për mos kompensim. Dhe mos harroni diçka. Se kur flitet për të drejtën e fjalës, ka autor filozof që thonë, ore, dhe idet ekstremiste, dhe idet e rrezikshme, duen lejuar, sepse nëpërmjet tyre ne kuptojmë cili është raporti midis shoqërisë dhe institucioneve. Pra, kur një masë e konzervueshme njerëzve, nuk di të them sa veta janë, po që duket që nuk janë një masë e papërfillshme, më lejo ta mbaroj. Shprehet në këtë mënyrë, ne duhet kuptojmë që ka një distancë midis institucioneve, ku futet dhe drejtësia dhe gjyqësori. Dhe mua më shqetëson edhe diçka tjetër, se kjo tregon pastaj dhe prapambetin e sistemit tonë ekonomik. Lufta për pronën. Prapambetin e njerëzve. Lufta për pronën në Shqipëri, po ta shikoni, lidhet me truallin. Se ti i thua gjërat e Ylli, më dëgjoj. Lufta për pronën lidhet me truallin. Ja që më thot për nëndim të kësaj që thua ti. Malir ta mbaroj. Ja që më thot një koleg. Problemi i madh është thotë se autori dhe familjarët e autorit kërkojnë ndjes për çfarë bën dhe turma thotë të lumt dorë. Dakor. Po ja pa shoqëria të shoqëria kjo. Dakor. Po do të gjejmë arsyet pse. Ata dinë që kanë më le ta mbaroj lutem. Ata dinë që kanë bërë një krim. Më lejo të mbaroj argumentin. Ata nuk nuk e di. Vras. Pyetje. Po shien se ka bërë një krim dorë. Pse në Shqipërinë sot E refuzon. flitet për pronën? Aureolën e heroit. Prona kufizohet pothuajse vetëm tek trualli. Nuk flet njëri për pronën e aksioneve, për pronën e sipërmarrjeve, se ne nuk kemi një ekonomi moderne, ne kemi një ekonomi aq e prapambetur, saqë vetmja mënyrë për të shpëtuar nga varfëria është të fitosh atë copën e tokës së gjyshit dhe aty të ndërtohet një pallat. Pra ky është ky sistem ekonomik që i bën njerëzit që atë pronë të vogël ta konsiderojnë si shpëtimtare tyre nga varfëria drejt pasurisë. Ndërkohë, ja po të marr një shembull tjetër. Qofse ne do ishim i vendi zhvilluar, Është si një shkolla, më dëgjoj këtu. Qofse ne do ishim, ore ke drejt, po them. Vrasësi ka refuzuar aureolën e heroit. Qëndro këtu. Po më lër të bëj një analizë më të gjerë se kaq. Edhe këtu nuk janë rregull me faktet. Po them. Ja më i thon vetë. Qofse ne Ore thot Ylli. më dëgjoj vetëm diçka të fundit. Po të marr dy lloje pronash. Pronën mbi truallin dhe le ta quajmë kapitalin njerëzor, pra pronën mbi aftësitë tua intelektuale e kështu me radhë. Kjo e dyta në Shqipëri është të jetë e parëndësishme. Pra nuk është se të shërben në sistemin tonë ekonomik që ti jesh sa më i kualifikuar, sa më i ditur dhe të çash në jetë nëpërmjet njohurive. Sa kohë ta kanë pamundsuar këtë gjë, të gjithë njerëzit sigurisht që do përplasen për metrat katror dhe do vriten për metrat katror. Se sikur ata njerëz aty në Shkodër të kishin mundësi ekonomike të tjera, të kishin mundësi të çanin nëpërmjet shkollës, nëpërmjet profesionit, mbase kontradikta për pronën nuk do ishte aq e egër. Pra është e egër sepse sot ajo pronë ty të kalon nga varfëria në pasuri, menjëherë. Dhe nuk të jepet mundësia që nëpërmjet cilësive tjera, nëpërmjet shkollimit, nëpërmjet aftësive, nëpërmjet sipërmarrjes, ti të përparosh në jetë. Prandaj ka shumë njerëz, unë i shoh se i takoj për ditë, ka shumë njerëz që thonë kemi ngelur peng i kësaj gjëje. Shumica janë peng ligjeve. Unë që jam duke folë kështu si kujtoni ju, unë për shembull, kam qenë një familje, janë shpaku lak 27 vjetë, kanë një 250 dynym tokë që nuk është kthyer.
E nuk është kompensu, ata janë dhënë me 7.500 Zoti euro Zoga, dakord. këto janë shumë element Por asë nuk kompensohen. Pyetja që Zoti Qori ngriti, problemi është a kemi një kompleks. distancim të qytetarit me Po të mos drejtësinë? largohemi nga- Jo, mos largohemi nga jo. Optimizor, A kemi një hendek të qytetarit me drejtësinë? Ka një analizë tjetër që lidhe po me atë që juve ju pëlqen. patjetër ka. Është reforma. Reforma e cila nuk duhet të kishte në parimin kryesor drejtësia që të bëhet duhet të duket. Dhe që të duket drejtësia duhet duket në sallën e gjyqit. Dhe më fal, që të ketë solemnitet, që të ketë seriozitet, që të ketë infrastrukturë, që të ketë cilësi. Por çfarë po ndodh me reformën, zoti Zogaj, që të ta shpjegoj? Ka një ndryshim, jo reformën e vettingut, jo. Se do vim reformën drejtësi të gjithën. Jo, të shpjegoj. Është shumë e gjerë, avokat. Mua s'më pëlqen që ta dish ti. Jo, diferencën që bën Ajo prirja që me nxjerr edhe foshnjën bashkë me ujin, kjo s'më pëlqen. Zoti Zogaj, më lër ta mbaroj. Kam Më lër ta mbaroj. Diferencimi që po i bëhet sistemi drejtësisë me qytetarin, po ndodh edhe nga vetë legjislacioni. Shumë çështje penale, shumë çështje civile, në gjykatat e apelit, në gjykatën e lartë po zhvillohen në dhomë këshillimi. Nga pikpamja teknike, di çfarë do thotë kjo, që qytetari mos ta prek drejtësinë që jepet, mos shkojnë në sallën e gjyqit. Dhe diferencimi që i bëhet, distancimi që i bëhet qytetarit mund të krijojë problem. Shkojmë ke hartë e re gjyqësore, ti e largove qytetarin nga gjykatat dhe sigurisht që ai mund të krijojë një perceptim të asaj që quhet vetë gjyqësi. Dhe të tërë këto element, unë jam i irrituar vetëm për diçka. E gjithë kjo ngjarje nuk mund të quhet loj detektori dhe loj roje apeli. Kjo është vërtet. Kjo është skandaloza ta mendoshta. Dhe më vjen keq që konferenca gjyqësore rri merret tani sa policë do shkojmë, sa policë nuk do shkojmë. Konferenca gjyqësore ta kap bririn, ka kap demin nga brirët dhe thot, pse nuk shtoni gjyqtar? Pse konferenca gjyqësore sot nuk i tha KLG-s? Më shtodhen 100 gjyqtar që unë të zgjidh problemin që mos u mbas atë fije besimin në anë se e kam te publiku. Pse konferenca gjyqësore nuk i tha, unë dua këshilltar që të paksoj stokun. Pse unë Zoti Ylli në fillim na shtroi një pyetje që e rimori dhe Arlindi pak, që ne harxhuam gjithkohën dhe nuk i dham përgjigje. Si shpjegohet që për një krim në dukje kaq barbar, ka njerëz që janë renditur me krimin? Ne kësaj nuk i dham përgjigje. Të ta them unë me një pyetje që do përgjigjesh po ti. To janë detaje. Ta ja përgjigjen me një shembull. Le të angazhohen Ja një sekond. e Shqipërisë. Përgjigjen me një shembull, që të mbetemi pastaj për një emision shumë të gjerë dhe më të thellë. Një situatë e ngjashme u krijua, nuk është ajo që them unë, ajo është komplekse situata, jo prapambetja e shoqërisë. Antropologji tash. Po më ta mbaroj, jo antropologji më burr, po themi provë tani, një fakt që ka ndodhur në New York. Jo më lere atë, provën e New York. Në New York, pas vrasjes së një CEO të një kompanie sigurimesh shëndetit, Brian Thompson, u vra aty. Autori u glorifikua masivisht në rrjetet sociale. Njerëzit ndanin mesazhet e dëshpërimit për shkak se nuk arrin të përballojnë shpenzimet shëndetësore, sepse ishin tmerrsisht të mëdha në Shtetet e Bashkuara, siç është gjendja këtu që po përshkruan Bushati tjetri me radhë. Nuk arrin të përballojnë shpenzimet shëndetësore dhe projektuan të vrasin një hero. Në Shtetet e Bashkuara në mënyrë masive projektuan heroin që po projektohet sot tu. Vrasin. Pra kjo që ndodh në Shqipëri nuk është një rast i izoluar i frustrimit ekstrem.